Selam aleikum të nderuar shikues të podcastit të Miftinisë së Tetovës, Mesazhi Islame. Kësaj radhe do të vazhdojmë me një temë që ka të bëjë me mërgatën. Pasi që ne të gjithë dimë se mërgata është zemra e këtij vendi. Mërgata është ajo e cila punon vepron jashtë shtetit, por mendja dhe zemra e tyre gjithmonë qëndron në vendlindje, aty ku i kanë edhe më të dashurit. Pra tema e sotshme është mërgata, zemra që rreh për vendlindjen larg tij. Për këtë temë do të flasë hoxha i nderuar, Dr. Bashkim Efendi Aliu, kryesuesi i Këshillit të Ulemave të Kantonit të Zürit dhe antar i Komisionit Qendror të Federatës të Organizatave Islame në Zvicër. Selam aleikum hoxha i nderuar dhe mirë se erdhët. Wa alaikumus salam, mirë se ju gjeta, për ju përshëndetje pra dhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Faleminderit që pranovat ftesën të jeni pjesë e këtij podcasti. Ju falenderoj edhe unë juve për ftesën dhe mundësinë që të ndrojmë mendimet e këmbëjmë mendime për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme, që nuk do të kisha thënë që e tangon vetëm mërgatën, pasi normalisht mërgata është pjesë e këtij populli. Pjesë e jona. Hoxha i nderuar, do të ndalemi te pyetja e parë. Çfarë do të thotë mërgata dhe si duhet kuptohet mërgata? Për arsye se shpesh njerëzit e keq kuptojnë ndoshta. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Falënderimet dhe lavdërimet e sinqertë të kujnë të madhit Allah Xhaleshanu, përshëndetje të paqja dhe shpëtimi qofshin mbi shpirtin e të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Në fakt, pra, si duhet të kuptohet mërgata, pra kur flitet për mërgatën, kemi parasysh flitet për vëllezërit tan, për një pjesë tonën, për atë pjesë shumë vitale të këtij populli, e cila pjesë pra për shkaqe të ndryshme u largua për një kohë nga vendlindja, në fakt u transferua në një vend tjetër, jo për t'u larguar për çdo herë, por u transferua pra në një vend tjetër që të kthehet përsëri. Por me kalimin e kohës, me ndryshimet që ndodhen, filluan tash edhe brezi ditë, i tretë, i katërt e kështu me radhë të lindin e të edukohen, e të jetojnë, e të zhvillohen jashtë vendlindjes së tyre, pra jashtë atë dheut. Por në përgjithësi ata nuk i harojnë rënjët e tyre dhe që është shumë interesante që e pranojnë edhe tjerët realisht, se për dallim prej ndoshta mërgatave të popujve tjerë, shqiptari nëse nuk ka bërë diçka shumë të madhe, një investim në biznesi kështu me radhë, më së paku ka bërë një investim në shtëpinë e tij. Pra nuk e ka lënë pa e bën një shtëpi në vendlindje, pa marrë parasysh a ka ardhur për 3 javë, a për 1 muaj, apo edhe për më pak. Por në përgjithësi kjo tregon pra se megjithatë vazhdon të jetë prezente pra në memorien e tyre, në gjakun e tyre, dashuria për atë dheun, për vendlindjen, dhe për atë, kur flitet pra për mërgatën, flitet për një zemër që rreh për atë dheun edhe vendlindjen jashtë atij, pra për një pjesë, për vëllezërit tanë, që janë pjesë e jona, për familjarët tanë, të cilët pra e zhvillojnë veprimtarinë e tyre për një periudhë kohore jashtë vendlindjes dhe atë dheut, por që janë të lidhur ngushtë realisht me vendlindjen dhe nuk pranojnë në asnjë mënyrë që të bile në këtë periudhë kohore, pra deri më tash, që të konsiderohen pjesë e shkëputur e popullit që jeton jashtë, por konsiderohen pra pjesë e popullit që vazhdon të jetoj, të zhvillohet, pra dhe të punoj në një vend tjetër, por që çdo herë pra zemra i rreh për vendlindjen. Faleminderit hoxha i nderuar, tash kohëve të fundit parafërsisht i dim shkaqet se pse migrojnë familje shqiptare, familjet muslimane, po për çfarë shkaqesh ka ndodhur migrimi, domethënë fillimisht kur kanë filluar të migrojnë muslimanët në Evropë dhe kur ka filluar ky migrimi i muslimanëve në Europë? Po shikoni tash, nëse flitet për të shkojmë pak për te, për shembull migrimit, për kontaktet e para, nëse flitet të islamit dhe muslimanëve, më fakt para me Europën në kështu me radhë, ne kemi Spanjën, kemi prezencën e muslimanëve në Spanjë, por para asaj tazam i kemi, për shembull në Zvicër i kemi Saracenët,
që do të thotë se parafërsisht në atë periudhë kohore, ata edhe në Zvicër kanë lëvizur muslimanët. Mos flasim më për në Francë, mos flasim pra për në Spanjë, e kështu me radhë ku kanë qëndruar edhe pra qindra vite. Kështu që raportet, realisht kontaktet që janë shumë herët, ndërkaq që në kohën e të dërguarit të Allahut ka pasur pra me kontaktet me romakët, nëse i konsiderojmë romakët si përfaqësues për atë Evropës në atë kohë, do të thotë ka pasur që atëherë kontakte, ka pasur letërkëmbime, ka pasur edhe kontakte fizike realisht, që do të thotë se i kontakte që janë të hershme. Ndërkaq migrimi i muslimanëve në Evropë për në kohën më të re, mund themi se do të thotë në vitet e 50-ta kanë filluar turqit së pari të transferohen në Europë, veçanërisht në Gjermani. Më pastaj në vitet e 60-ta, 70-ta, 80-ta kështu me radhë kanë filluar edhe muslimanët e Ballkanit, ku normalisht shqiptarët përbëjnë pjesën më të madhe. Stacion, kështu themi, apo një moment i rëndësishëm i transferimit të muslimanëve, në këtë rast muslimanëve shqiptar në Europë, ka qenë pas viteve të 90-ta me aneksimin, në fakt me pezullimin e autonomisë së Kosovës, që në atë kohë ka qenë nën shtetin e Ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, nga ana e pushtetit pra të Miloševićit, dhe kjo ka qenë shkak që shumë edhe shqiptarë të ndiqen e kështu me radhë, dhe me të madhe atëherë kanë filluar veçanërisht prej Kosovës të transferohen në perëndim. Por edhe para kësaj ka pasur, do të thotë, që janë transferuar, veçanërisht pas edhe demonstratave të 81-shit edhe më vonë ndjekjes politike që u është bërë shqiptarëve. Kjo ka qenë një prej shkaqeve po ashtu që të fillohet, por me të madhe kanë filluar pas viteve të 90-ta, kur edhe realisht i kanë marrur edhe familjet, sepse një kohë, do të thotë, kur kanë shkuar, themi prindërit tanë, shumë rast në Europë, nuk i kanë pasur me vete familjet, kanë shkuar ata vetë, do të thotë vetëm kanë qenë me atë qëllim se do të punojnë për një kohë dhe pastaj do të fitojnë diçka dhe do të kthehen në vendlindje. Më vonë kanë filluar pra pas viteve 90-ta dhe me trazira që kanë filluar në territoret e Ballkanit, konkretisht në Ish Republikat e Ish Republikës Federative Socialiste Federative të Jugosllavisë, atëherë kanë filluar të marrin edhe familjet andaj, kështu që kjo ka qenë një moment që normalisht se me të madhe kanë filluar do të transferohen edhe familjarisht në perëndim. Shkaqet tash, do të thotë, shkaqet për muslimanët realisht në vitet e hershme pas luftës së dytë botërore, pra vitet e 50-ta, kanë qenë kryesisht ekonomike. Mirë po, realisht më pas ka pasur edhe shkaqe politike, edhe shkaqe të sigurisë, edhe sociale, por ka qenë edhe çështja e arsimit. Një pjesë do të thotë janë transferuar atje edhe për shkak të arsimit, por në përgjithësi pra këto janë shkaqet kryesore se pse është bërë transferimi apo është marrë rruga e marrëgimit, për shkak se politikisht jo vetëm në viset e Ballkanit, por flasim me Turqi, po edhe në vendet arabe realisht, Europa ka qenë vend që ka pranuar edhe azilantët politik dhe normalisht si rezultat i pushteteve komuniste, po edhe pushteteve që i kanë gjekur realisht muslimanët dhe veçanërisht veprimtarët fetar në viset e tyre, ata janë detyruar pra të transferohen në Europë. Edhe sot është e dukshme, të thonë, një pjesë e madhe sanxhaklive shqiptarëve të Maqedonisë, të Kosovës, janë me shumicë në Zvicër, Gjermani, kështu me radhë. Po, ashtu është. Do të thotë edhe tash bile me, do të thotë, plasjen e pranverës arabe, edhe pastaj edhe luftës në Irak, në Afganistan, pastaj në Yemen, tash e fundit në Siri, kjo pra i dha një shtytje të madhe dhe fillon të vinë edhe si azilant, faktikisht. Do të thotë prezenca më tash nuk është vetëm për shkaqe ekonomike, sociale, por është do të thotë edhe vjen edhe si azilant, azil kërkues për të shpëtuar nga gjendja në të cilën janë. Hoxha Ndura, si zhvillohet jeta
fetare në Mërgat? Ne shohim pak, e dim pak, por mund të tregoni pak më. Po do të thotë, shikoni, është shumë me rëndësi edhe kjo të dihet, sepse Mërgata jonë, me transferimin veçanërisht shqiptarët musliman, me transferimin e tyre në Europë, nuk lanë çdo gjë jashtë repertuarit të tyre të veprimtarisë nga ajo që kanë pasur këtu në vendlindje. Kështu që me transferimin e tyre në Mërgat kanë filluar edhe veprimtarit apo ka filluar edhe aktiviteti fetar realisht. Dhe ashtu si këtu do të thotë që zhvillohet jeta fetare, edhe atje kanë filluar menjëherë të mendojnë për hapjen e xhamive, kanë filluar të mendojnë për mësimin e fëmijëve, të mësojnë fen pra fëmijëve, kanë filluar të mendojnë realisht edhe për rastet e vdekjes, kur të ndodhin pra mënyrën e përgatitjes së kufomës, xhenazës shumë radh, po edhe ritualet tjera fetare, për shembull sunetimin e kështu me radh, pra çdo gjë që ka qenë këtu është transferuar edhe atje. Dhe aspekti fetar ka qenë një nga pikat kryesore që ku ka qenë e fokusuar Mërgata jonë. Dhe çdo gjë realisht që sheh këtu e sheh edhe atje. Manifestimet që i shihni këtu, pra i shihni edhe atje, shënimi datave të rëndësishme, edhe kombëtare, po edhe fetare normalisht, për shembull, ditëlindja pejgamberit sa viti i ri i hijretit, mos flasim më gjatë Ramazanit, aktivitetet e bujshme që organizohen, të gjitha këto pra kanë qenë edhe vazhdojnë të jenë prezente edhe në Mërgat, duke shtuar normalisht si rezultat i vendit apo rrethanave, po edhe natyrës së punës që zhvillohet, duke e shtuar edhe atë që përshtatet realisht me vendin, pra aktivitetet të cilat përshtaten me vendin, po në të njëjtën kohë edhe me frymën e kohës, realisht se tash ne e dim krejt se deri para disa vitesh nuk ka qenë në pjetje çështja online. Tash është faktikisht edhe aktivitetet online, manifestimet, kuizet e diturisë, kështu me radhë, organizohen do të thotë takimet, mbledhjet. Po, online, pra nuk është patjetër të marrin pjesë vetëm garues nga Zvicra Tazam, por marrin pjesë nga gjithë Evropa, bile edhe nga trojet etnike tona. Për atë pra, do të thotë jeta fetare ka qenë ashtu e dizajnuar që i ka përfshi edhe trashëgimin e vendlindjes, po në të njëjtën kohë edhe nevojat e kohës që janë paraqitur, si dhe nevojat e hapësirës dhe vendit ku është zhvilluar në fakt pra aktiviteti fetar dhe ku Mërgata pra e ka zhvilluar jetën e saj fetare. Është nduar normalisht çdo organizat, çdo grup besimtarësh kudo që janë kanë edhe një institucion ashtu si që kemi edhe ne këtu Bashkinë Fetare Islame. Mund ta flitni pak për cili është institucioni kryesor, si funksionon, flasim për besimtarët në Zvicër shumë radh, në Mërgat në përgjithësi. Tash do të thotë në përgjithësi kur flitet për Mërgatën, duhet të kemi parasysh se institucioni kryesor fetar në Mërgat është xhamia apo qendrat islame. Dhe kudo që kanë shkuar shqiptarët musliman, po edhe muslimanët tjerë në përgjithësi kanë themeluar xhami, kanë themeluar qendrat e veta islame. Dhe kjo tregon faktikisht se ata me vete e kanë mbartur tër atë bagazh të rëndësishëm fetar dhe nuk kanë pranuar në asnjë mënyrë që ndryshimi i vendit të jetë shkak edhe për ndryshime në këtë drejtim, në atë kuptim negativ flasim për ndryshime. Por ata do të thotë kanë qenë të përkushtuar që me tërë qenjen e vet ta zhvillojnë edhe veprimtarinë fetare. Kështu që institucioni kryesor, themelor, përgjithësi në botën islame është xhamia. Dhe po ashtu, kur flasim pasi ka qenë edhe sa po ka filluar realisht viti i ri i hijretit 1448 dhe ne si zakonisht tash kemi folur edhe për hijretin dhe që është e rëndësishme edhe te rasti i hijretit për shembull. I dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, kur ka shkuar në hijret, pra kur është shpërngulur në Medinë, prej punëve të para që ka qenë edhe hapja e xhamisë realisht. Vllazërimi i muslimanëve dhe themelimi i kartës së Medinës që ka rregulluar marrëdhëniet mes të muslimanëve në Medinë dhe bashkësive tjera fetare dhe etnike aty. Por një nga pikat kyçe ka qenë edhe hapja e xhamisë. Do të thotë se xhamia historikisht
por edhe me vetë dëshminë e të dërguarit të Allahut, ka qenë institucioni kryesor apo institucioni themelor pra i zhvillimit të jetës fetare. Kjo ka qenë njëjtë edhe në Mërgat, menjëherë kanë filluar muslimanët të mendojnë për hapjen e xhamive për shkak se ajo është foleja që i mbledh rreth vetit. Edhe shqiptarët muslimanë këtë e kanë bërë, do të thotë janë hapur xhamit, më pastaj është zhvilluar edhe jeta fetare me format e veta të tjera. Me themelimin e xhamive, mandej është bërë edhe bashkimi i xhamive në një ombrell, për shembull ne në Zvicër kemi komunitetin musliman shqiptar në Zvicër si organizatën e vetme ombrell që i përfshin xhamit shqiptare në Zvicër, në Gjermani kanë të vetën, në Austri të vetë, edhe në viset tjera po ashtu, pra e kanë të vetën. Pra, institucioni kryesor është xhamia, më pas janë themeluar edhe organizatat ombrell që i përfshin xhamit shqiptare, po në kuadër të shtetit ka edhe organizata ombrell që i përfshin gjithë muslimanët. Për shembull ne në Zvicër e kemi Federatën e Organizatave Islame në Zvicër, ku është antare pra edhe komuniteti musliman shqiptar në Zvicër, po edhe organizata tjera etnike dhe kantonale të cilat veprojnë në Zvicër. Në Zvicër. Hoxha nderuar, cila ka qenë qendra e parë shqiptare në Zvicër? Kur është hapur? Po, kështu, e para njëherë që duhet të theksojmë është se shqiptarët që kur janë transferuar, që kur kanë shkuar pra në gurbet atër që i kanë thonë, do të thotë normalisht i kanë kryer edhe ritualet fetare, kryer se kanë qenë obligime fetare. Kështu që ata fillimisht ku kanë gjetur xhami aty janë falur. Po ata që kanë qenë praktikues të rregullt, ata janë falur edhe nëpër shtëpitë e veta, nëpër banesat e veta. Më pas, për shembull për namazin e xumas, po edhe për Bajram, ku kanë gjetur? Kur thuhet ku kanë gjetur, nën kupton arabët edhe turqët. Do të thotë edhe te qendrat kanë shkuar te xhamit që kanë themeluar arabët më herët, edhe te xhamit që kanë themeluar turqit, po ashtu si rezultat edhe i gjuhës që një pjesë e madhe e popullatës e shqiptarëve, veçanërisht që kanë qenë jashtë Shqipërisë, kanë njohur edhe gjuhën në bosnjake, për shkak se kanë kriju ushtri në ish Jugosllavie kështu me radhë dhe kanë shkuar edhe tek bosnjakët. Pra kanë kryer ritualet e tyre fetare në xhamit ekzistuese në atë kohë, në ato vende. Kjo ka qenë edhe shkak që kur janë mbledhur, kur janë tubuar aty edhe të mendojnë për hapjen e qendrave islame shqiptare. Kështu që e para në Zvicër për shembull, kur flitet, është qendra islame shqiptare ose Bashkia Islame Shqiptare e qytetit të Zyrihut, e cila është themeluar në vitin 1987. Pra në Zvicër kjo figuron si qendër apo si xhami e parë shqiptare e regjistruar, do të thotë, para kësaj ka pasur imam shqiptar. Për shembull, gjatë muajit Ramazanit, shqiptarët kanë pasur imamin e vet në kuadër të xhamisë turqve. Po ashtu, ndoshta edhe për ligjërate kanë pasur, po edhe jashtë asaj u kanë dhënë hapësirë, për shkak se numri shqiptarëve ka qenë shumë i madh në Zvicër, e tash xhamit turke u kanë dhënë mundësinë, edhe në disa qytete tjera do të thotë që të kenë një imam shqiptar për ligjërata veçanërisht, e pastaj namazi ka qenë i përbashkët. Por pra në vitin 1987 shqiptarët në Zvicër flasim e themelojnë qendrën e parë islame shqiptare në qytetin e Zyrihut dhe pas kësaj mandej fillojnë edhe qendrat tjera, tash ato e drita e treta nuk ka të dhëna të sakta se cilat kanë qenë, por kryesore pra gati në çdo qytet, më pas në qytetin e Vinteturit, Lozanës, Dviseve tjera të Zvicrës janë themeluar qendrat islame shqiptare. Prafërsisht 4 dekada, ka gati 4 dekada që funksionon domethënë qendrat islame shqiptare. Hoxha nderuar, cilat janë fazat e zhvillimit të qendrave islame në Zvicër? Po do të thotë kur flitet për qendrat islame shqiptare kemi për qëllim pra këtu e para njëherë themelimi. E përmendëm pra se nëse e përjashtojmë atë fazën kur janë falur tek qendrat në qendrat tjera islame ekzistuese në atë kohë, pra e para ka qenë themelimi dhe kjo fillon prej vitit 1987 kur pra themelohet qendra e parë islame shqiptare. Më pas kanë filluar edhe në vende tjera shqiptare të themelojnë pra qendrat e tyre islame. Kjo është faza e parë. Tash këtu fazat kanë edhe ndërhyrje me njëra tjetrën. Por ne do të mundohemi të bëjmë një ndarje ashtu do të thotë të përgjithshme, që besoj që t'i përmendim fazat kryesore.
faza e dytë është faza e pronësimit apo blerjes së xhamive. Do thot, pasi kanë hapur qendrat islame, këto kanë qenë me qira, pra në objekte me qira. Pasi ka kaluar një kohë dhe e kanë parë, pra se kanë filluar të shtojnë qendrat islame shqiptare, kanë filluar të shtohet edhe xhamati kështu me radhë, kanë filluar të mendojnë tash edhe ti pronësojnë këto, jo vetëm me qira, për shkak se qiraja s'ka do afati të nxjerr, ka edhe anomali tjera që i ndjekin dhe kanë filluar po të mendojnë edhe për blerjen e qendrave përkatëse. Kështu që faza e dytë është faza e blerjes. E tash, faza e blerjes po ashtu fillon diku ka vitin 1999, kur blehet, kur shqiptarët, pra në Cyri, Bashkia Islame Shqiptare e Cyrihut, e blehen objektin e saj të parë. Pra në vitin 1999, shqiptarët në Cyri e bëjnë pronë të vete, e blejnë pra xhamin e parë shqiptare. Pas kësaj fillojnë edhe në vendet tjera, në qytetet tjera, shqiptarët po ashtu do të thotë ti blejnë ose ti ndërtojnë xhamit. Kështu që sot, për momentin, shqiptarët, musliman, kanë diku 8 xhami të ndërtuara nga themeli në Zvicër dhe 34 xhami të blera, flasim për momentin aktual. Do të thonë që nëse e marrim vitin 1987 ose kur janë themeluar, ndërkësh 1999 e para kur është bler, tazam aty do të thotë prej dimi deri 2026, tash, do të thonë për 26 vjet, 27 vjet, sa i vjen, ja pra kjo është gjendja. Kemi do të thotë 8 xhami të ndërtuara nga themeli, ndërkaq 34 xhami të blera dhe shumë xhami tjera që janë ende me qira, diku mendohet mbi 85 jetë numri xhamive shqiptare në Zvicër, për shkak se shikoni do të thotë xhami ende hapen. Nuk është sa mbill çështja, kështu që nuk mund të jepet një numër, po shtohen. Do të thotë në këtë periudhë kohore pra e kemi këtë numër. Faktikisht 42 xhami për më pak se 40 vite prej momentit kur është bler vetëm të bronzuara plus ato pjesët që janë me qira. Me qira është, do të thotë thamë, ajo është në vete, pra ende pa i bë 4 dekada që nga blerja e xhamisë së parë, ne i kemi pra 42 xhami të blera ose të ndërtuara nga themeli, pra thamë 8 që janë të shqiptarëve musliman në Zvicër. Kjo është faza e dytë dhe kjo fazë ndë vazhdon normalisht. Por kemi edhe fazën e tretë, e cila fillon në vitin 2024, thamë edhe pse kjo faza e dytë do të vazhdojë edhe pas, 2024 e kemi fazën tjetër të zhvillimit të qendrave islame shqiptare në Zvicër, zgjerimit. Çka do të thotë zgjerimi? Do të thotë marr parasysh se janë shtuar edhe kërkesat, është shtuar edhe numri i xhamatit e kështu me radhë, më qendrat ekzistuese që kanë qenë. Tazam, xhamia e Cyrihut, po ashtu edhe xhamia në Arburg, në kantonin Argao, kanë bler objekte ose pronë shtesë. Se mu xhamia e Cyrihut, që është edhe para që është bler, 1999, por edhe para që është hapur 1987, në 2024 e blen edhe një kat tjetër që ja bashkangjet katit ekzistues. Do të thotë ata e kanë pasur xhamin, tash e shtojnë plus edhe me 640 metre katror shtesë plus. Po ashtu xhamia e Arburgut në kantonin Argao. Po ashtu blen, do të thotë parcela, 2 parcela me nga 800 metre katror, diku 1600 metre katror, do të thotë xhamia ekziston, është një objekt i bler me disa kate dhe plus që kanë bashkangjitur edhe këto parcela, do me thënë kanë filluar zgjerimi tash të bëhen. Për ndryshe ka për shembull xhamia në Au edhe disa xhami tjera që nuk janë vetëm objekt faltoreje, por kanë faktikisht edhe multifunksionale, kanë edhe objekte të dhëna me qira dhe këtu dëshiroj të ndalim. Shikoni, veçanërisht nëse udhtoni për në Turqi, do të shihni se ka xhamit atje kanë edhe lokale që në atë kohë kanë menduar që këto lokale të jenë në shërbim të xhamive. Realisht edhe sot në perëndim shkohet në drejtim, bile disa thonë, a kjo xhamia a biznis bën, nuk është çështje biznesit këtu.
duhet kuptohet drejt çështja. Këto objekte ndihmëse financiarisht e ndihmojnë xhamin, edhe kështu duhet të mendohet. Xhamia ta ketë rolin e vet, por atje nuk është xhamia vetëm faltore, ka edhe shërbime tjera. Edhe tash normalisht se duhet mendohet edhe zgjerimi i tyre me objekte ndihmëse që të ardhurat nga dhënia me qira apo nga veprimtari të ndryshme që do të zhvillohen, ti kthehen xhamisë në këtë formë edhe financiarisht se nuk i mban në perëndim shteti xhamit. Kupton, i mban njerëzit. Dhe normalisht në këtë drejtim pra duhet të mendohet edhe është shumë pozitive që veç kanë filluar apo veprohet apo punohet në këtë drejtim pra. Këto janë fazat kryesore. Përndryshe, xhami e parë e Blerë përmendëm, pra është xhamia e Ciriut, ndërkaq xhami e parë zyrtarisht e hapur, e ndërtuar nga themeli, është xhamia në kantonin e Glarusit, në Netstal të Glarusit. Ajo është e para që edhe janë hudh themelet, por në të njëjtën kohë edhe zyrtarisht është bë hapja e saj, po. Është fakt që kjo punë e dyqaneve apo parceleve ndihmëse të xhamive është një nevojë në të ardhmen, ndoshta në të ardhmen afërt edhe këtu të ne do të vi nevoja, për shkak se edhe këtu njëjtë shteti nuk i mban xhamit, i mbajnë besimtarët. Unë këtu faktikisht kam parë dikundin në një xhami, ndoshta në anën e Gostivarit, atje që xhamia poshtë kishte ka lokale dhe që vrapçisnë se s'ka. Po, edhe punojnë për faktikisht të ardhurat e asaj destinohen për mirëmbajtjen e xhamisë. Po ashtu ndoshta edhe vakufe që ekzistojnë të zamë Shkupen, Manastiren, vise tjera, pra ne kemi një tradit apo kemi një shembull paraprak në këtë drejtim, mendoj se duhet të fillohet edhe këtu. Plotësisht jam dakord për atë që të mendohet faktikisht në këtë drejtim. Është ndëruar cekët se xhamiat shqiptare në Zvicër edhe unë edhe vetë kam qenë, por ju jeni tashmë ka vite që jeni aty, e kam parë edhe unë vetë që nuk kanë vetëm funksionin e faltores. Janë multifunksionale, për çështje varrimesh, për çështje të pamëve, për çështje të edukimit të fëmijëve, për çështje kombëtare. Mund na tregoni pak më në detaje rolet në përgjithësi të xhamive në Mërgat. Do të thotë kur flitet për atë që e përmend edhe të këto objekte ndihmëse të xhamive, do të thotë xhamit në perëndim janë qendra islame. Do të thotë qendra nuk faltoria është një pjesë e qendrës, ndërkaq ka edhe shërbime tjera. Në xhamit apo në qendrat islame shqiptare në Mërgat, çka bëhet faktikisht? Aty edhe obligimet fetare kryen, por në të njëjtën kohë aty edhe gjuha shqipe mbrohet, edhe ruhet dhe trashëgohet. Aty pra nuk është vetëm aspekti fetar, është aspekti fetar, por në të njëjtën kohë është edhe aspekti kombëtar. Aty fëmijët mësojnë në mektep, në mësojtore, pra si këtu që kemi vazhduar traditën e këtushme, dhe në ato mekteba apo mësojtore të qendrave islame shqiptare, fëmiu e mëson edhe leximin e Kur'anit në gjuhën arabe, por e mëson edhe alfabetin e gjuhës shqipe. Aty mëson edhe suret, kaptinat e Kur'anit, por mëson edhe poezi në gjuhën shqipe. Aty pra mëson edhe të lexoj ilahie ose pjesë të mevlutit, por në të njëjtën kohë e mëson edhe himnin kombëtar. Aty do të thotë edhe mëson për historinë e fesë, edhe për historinë e të dërguarit të Allahut, por në të njëjtën kohë mëson edhe për historinë kombëtare. Në xhamit tona, pra në qendrat islame tona, në perëndim, në përgjithësi dhe në Zvicër në veçanti, aty shënohet viti i ri i hijretit, shënohet nata e Kadrit, shënohet Miraxhi, shënohet ditëlindja e dërguarit të Allahut, por në të njëjtën kohë shënohen edhe festat e rëndësishme kombëtare, 28 nëntori, shënohet 17 shkurti, shënohet dita e alfabetit, e kështu me radhë. Pra nuk janë xhamit apo qendrat islame shqiptare në Zvicër dhe në perëndim në përgjithësi thjesht objekte që vetëm kanë rolin e faltores, por kanë një funksion pra që shkon përtej asaj, që përfshin aspekte të shumta dhe që ka aktivitete të larmishme, duke filluar pra jo vetëm
falje e namazit, por pastaj ki edhe organizimi i kurseve, organizimi i kuizeve, organizimi i mësimit për tazëm të gjuhëve e kështu me radhë. Do thotë ka funksione, lloj-lloj funksionesh. Aty vinë edhe ligjërues që nuk kanë të bëjnë vetëm me fen, por vinë ligjërues që kanë të bëjnë për shembull edhe me aspektin e sigurimeve tazëm në Zvicër, për pensionet e kështu me radhë që i informojnë xhamatin, informojnë njerëzit, për shembull ata të cilët dalin në pension si të veprojnë me fondin pensional që kanë, me fondin shëndetësor, me edhe shumë aspekte tjera realisht. Të gjitha këto pra këtë funksion e kanë qendrat tona islame dhe që është më e rëndësishme pra mësimi i gjuhës shqipe. Aty zhvillohet mësim besimi fetar në gjuhën shqipe dhe ata në zonës të cilët e ndjekin mësimin fetar dhe me këtë në fakt ata e forcojnë edhe gjuhën shqipe dhe e mbrojnë edhe si gjuhë faktikisht nga haresa. Me të vërtet, përveç sa ishin edhe si pika takimi për të gjithë shqiptarët edhe xhamatin, ka pasur disa raste nga xhamati që kanë ardhur jo për obligimet e namazit, kanë ardhur vetëm si pikë takimi të xhamia, por dal nga dal janë inkuadruar përsëri te pjesa e ajo është do të thotë pak më parë u përmend ajo çështja edhe e rast të vdekjes, për shembull organizimi i të pameve. Edhe kjo është një pjesë e asaj që zhvillohet në këto qendrat islame tona shqiptare atje në Perëndim në përgjithësi. Pastaj kemi po ashtu edhe organizimin e manifestimeve familjare, për shembull lindje të fëmijëve, fejese kështu me radhë. Edhe aty pra bëhen këto. Pra të gjitha këto janë pjesë e asaj që zhvillohet dhe që ndodhen faktikisht në xhami. Hoxha nderuar, për në fund pyetja e fundit. Si duket institucionet tona ndoshta pak bëjnë për mërgatën? Çfarë duhet të bëjnë institucionet e vendlindjes për mërgatën? Shikoni, tash kur flitet për institucionet e vendlindjes, ne mendojmë në dy drejtime në këtë rast. Institucionet fetare, do të thotë Bashkitë Islame, dhe institucionet shtetërore. Për shkak se Shqipëria është shtet, Kosova është shtet, po edhe Maqedonia, do të thotë muslimanët që janë pjesë e institucioneve shtetërore. Tash kur flitet për Bashkitë Islame, realisht Bashkitë Islame kanë bërë hapa konkret në këtë drejtim, për shembull, kanë themeluar drejtorinë për diasporë. Edhe në këtë drejtim është për të përshëndetur kjo, për shkak se vazhdimisht përgjegjësit për diasporë janë aktiv atje, do thotë i vizitojnë mërgatën e kështu me radhë, marrin pjesë në manifestime çdo herë, po edhe përfaqësues tjerë të Bashkisë Islame, të bashkive islame të vendinjës në përgjithësi Kosovë, Maqedonia, Shqipëri, po ashtu edhe pjesë të luginës së Preshevës, marrin pjesë në manifestime, i vizitojnë vazhdimisht i kështu me radhë. Edhe në këtë drejtim unë mendoj se do të thotë Bashkitë Islame mirë kanë ecur në këtë drejtim, kanë treguar interesimin që e kanë, por edhe para themelimit të drejtorive të diasporës, lidhjet kanë ekzistuar dhe vizitat kanë qenë e kështu me radhë. Ndërkaq institucionet shtetërore, këtu është pyetja. Tash, ata mund të bëjnë shumë, do me thonë, përfaqësuesit e institucioneve. Do të thotë pasi ekziston Ministria për e punëve të jashtme dhe për diasporë, tazëm në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri, quhet për mendoj se është për punë të jashtme dhe Europa kështu me radhë, do të thotë kanë sektorin për diasporë. Mund të ndihmojnë shumë me plan programe mësimore për gjuhën shqipe, unike do të thotë qenë. Pastaj tekste shkollore të përgatitura mirë do të thotë për fëmijët e mërgatës. Po ashtu edhe me organizimin e kurseve, dërgimin e mësuesve të gjuhës, që do të jenë normalisht në mbikëqyrjen apo në koordinimin e ambasadave që ekzistojnë atje. Materiale tjera, pastaj kur vinë do të thotë mërgjimtarët këtu në vendlindje, do të ishte shumë e rëndësishme që në nivel të ministrive ose drejtorive përkatëse në institucionet shtetërore, të organizohen faktikisht pra edhe vizita në përvende të rëndësishme. Për shembull vizita tazam në Shqipëri, në përvende të rëndësishme historike, në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë po ashtu, do të thotë për mërgatën që qenë ato gratis dhe të ketë kohë kur do të pika takimi dhe një orar i caktuar se ku do të shkohet, si do të shkohet me një program
të qartë në këtë drejtim. Kjo është ajo forma se si do të thotë çka mund të bëhet më tepër për Mërgatën nga ana e institucioneve shtetërore në këtë rast, dhe që është më e rëndësishmja është pra lehtësimi i procedurave. Kur them lehtësimi i procedurave është për shembull nëse një person atje në Mërgat ka nevojë për një dokument, do të thotë mos i komplikohet procedura që ai thotë t'i lë të gjitha. Por të mundet kjo pra thjesht në ambasadë të realizojë atë, edhe se kjo e lidh edhe me vendlindjen më tepër faktikisht. Do të thotë në këtë formë afrohesh ti me Mërgatën duke u lehtësuar pra procedura dhe duke u dhënë mundësi që shumë gjëra t'i kryen prej atje në vendin që tash mundësit janë. Vëllazër, Allah ju shpërbleft, edhe njerë që ndajtë të kohë, edhe unë sot mësova shumë gjëra nga ju, shpresoj që edhe shikuesit edhe ndëgjuesit të kenë mësuar edhe diçka më shumë për Mërgatën, sepse me të vërtet puna që bëjnë mërgjimtarët atje për çështjet fetare dhe kombëtare me të vërtet është gjigande, të themi ashtu, dhe kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm ndër vite si për çështje fetare, ashtu edhe për çështje kombëtare. Lutim Allahun që të gjithë ata të cilët kanë qenë shkak të nismëtar të këtyre iniciativave, këtyre punëve të mëdha, Allahu të shpërblen, edhe juve që shërbeni atje, që jeni pjesë e komunitetit, që shërbeni komunitetin edhe jepni maksimum tuaj, Allahu xhallahu që shpërblen. Amin, inshallah. Amin. Faleminderit që ishe edhe në njëherë pjesë e këtij podcasti. Ju falenderoj edhe unë për ftesën dhe mundësinë pra që të këmbejmë mendime realisht edhe të ndrojmë mendime në drejtim të jetës fetare, por edhe të aspekteve tjera të jetës së Mërgatës. Faleminderit. Të nderuar shikues, Mërgata nuk është thjesht Mërgatë, është pjesë e jona. Sado që duam ndonjëherë ne ta mohojmë, ata janë, kanë qenë dhe do të mbeten pjesë e pandashme jona. Kanë lindur atje, apo kanë lindur këtu, pak rëndësi ka. Rëndësi ka gjaku që rrjedh në damaret e tyre, dhe është gjaku i pastër i joni. Andaj të jemi të kujdesshëm se si e trajtojmë njëri tjetrin. Të jemi të kujdesshëm se si sillen me njëri tjetrin, sidomos me pjesën e Mërgatës. Shumë nëna kanë mbetur me lot në sy duke përcjellur bijtë e tyre në një vend të panjohur, dhe qëllimi vetëm ka qenë që të sigurojnë një jetë më të mirë për familjen. Edhe sikur të mos mjaftonte kjo, vazhduan që edhe në mërgim të bartin me vete pjesën e pandashme të tyre, pjesën fetare dhe pjesën kombëtare. Sot ka gënjyra i cili thotë se xhamit në Mërgat janë vetëm pjesë për falje, apo janë vetëm vend falje, apo janë vetëm foltore. Sepse me të vërtet xhamit në Zvicër, Itali, Gjermani, Francë, kështu më radh, kudo që janë vend jo vetëm foltore, por edhe shumë çështje të tjera. Aty mësohet gjuha shqipe, aty ruhet gjuha shqipe dhe kultivohen vlera kombëtare, edhe përveç vlerave fetare. Aty mësohen fëmijët e këtij vendi, fëmijët e këtij kombi që ta ruajnë gjuhën, fen, traditën kombëtare, fetare. Mësohen që t'i duan fëmijët, që t'i duan familjarët e tyre, që t'i duan rrethin e tyre dhe që ta duan kombin dhe gjuhën e tyre. Andaj të jemi të kujdesshëm kur drejtojmë gishtin nga institucione, sidomos te xhamit në pjesën e Mërgatës. T'i duam mërgjimtarët, t'i duam vëllezërit tanë dhe t'i mbrojmë ato sepse me të vërtet kanë sakrifikuar shumë që të arrijnë sot ku kanë arritur. Andaj lutim Allahun që çdo lot, çdo nënë që ka përcjell bijtë e tyre për në Mërgat, Allahu t'ia bëj lehtësim në ditën e gjykimit, Allahu t'ia bëj ujë prej burimeve të xhenetit. Lutim Allahun xhallahu që çdo mërgjimtar i cili ka kontribuar masovikisht për çështjet fetare kombëtare në Mërgat, Allahu t'i shpërblen ashtu siç i shpërblen ai punë mirët. Deri në podcastin e radhës. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.